Profesor Deta, një ndeshje, më themi, letë në letër, por gjithsesi e domosdoshme për të fituar, për të siguruar qëndrimin në Super League. Një dominim absolut i juve, madje aktivizohet edhe shumë elementari. Me të vërtet në ishe ishte e letë, por duke diftu profesionalizm në fush, domosdoshmërisht duhet fitohej me pikë vogla. I aktivizova gjitha vajzat, sepse edhe niveli kundërshtarit ishte i ulët. Një vjen keq se kur sot mund të ishit duke rivalizuar për titull, sepse lojrat tyra kanë qenë bindse edhe me skuadrat rivale dhe sot detyroni të luani për mbijetesë. Me vjen shumë keq, sepse kam kontribuar personalisht shumë, bashkë me mendimin e bashkisë, edhe të njerëzve tjerë, shkodranëve, sportdarësve cilët e duan Shkodrën. Kanë punu edhe vajzat shumë, në veçanti vajzat shkodrane, por afrimi lojtarëve të huaja ishte domosdoshmëri, sepse niveli vajzave shkodrane është më i ulët se i lojtarëve të tjera në Shqipëri. Por lojtarët e huaja nuk realizun pritshmëritë tona. Që nga niveli i ulët i performancës së tyre, gjithashtu edhe nga mungesa e disiplinës. Profesor, çfarë duhet ndryshuar për vitin tjetër? Çfarë duhet bërë më mirë? Hapi i parë që duhet bërë, të afrojmë vajzat shkodrane pranë ekipit. Dhe në mos ato, të krijojmë bazën e lojtarëve shqiptare. Është domosdoshmëri. Nëse ekipi pretendon më në kategorinë e parë, ne i prurje nuk kena për ekipet të rejave, duhet domosdoshmërisht të formojmë, të paktën të sjallim 2 lojtare në Shkodër, 2 lojtare shqiptare në Shkodër, dhe kryesisht lojtare treshit. Do të vijojë Nora Deta të jetë kryet vllaznisë edhe për sezonin tjetër? Do flasim të ardhmen. Sot nuk pam në protokoll as prezente 2 nga lojtarët e huaja. Janë larguar nga skuadra, kanë mbyllur këtë sezon me vllazninë? Janë larguar për performancë të dobët. Ne i afruam pranë ekipit për ta vazhduar kampionatin deri në fund. Por nuk i arritëm me realizu qëllimet. Ky rezultat jo i kënaqshëm aty ku pretendonim, është një apel për gjithë ne, por nuk du t'ja la vetëm lojtarëve të huaja, por lojtarët e huaja ishin në nivelin e duhur. Në nivelin, dhe ja kam thënë në sy, në nivelin e gjithë lojtarëve të huaja shqiptare. Plus, edhe nuk ishin të përgjegjshme në situatat e lojës, nuk e kishin atë dëshiren për të arritë dhe për të kontribuar sa duhet për ekipin. Profesor, sot 3-0 në Shkodër, me 16 prill do të duani në Lushnjë ndeshja e dytë nëse fitoni mbyllet. Mendoni se do ta mbyllni në Lushnjë apo? Besoj se po, kam besim të vajzat, edhe me mbështetjen e kësaj lojtares amerikane që është një lojtare model, Amara Williams, sikur ta kishim edhe vitin tjetër do ishte luks, është shumë profesioniste, është shumë edukume, ka shumë kulturë sportive, gjë që e përcjell edhe në ekip. Ishim me fat që e kishim pranë nesh, sepse edhe vajzat përfitojnë diçka prej saj. Besoj se doja dalim me sukses edhe në Lushnjë. Pikërisht për volejbollistin amerikanë përsërish diçka. Është e vështirë për ta mbajtur edhe për sezonin tjetër, flas edhe për aspektin financiar për ta mbajtur, për të qenë pjesë e ekipit, duke qenë se performanca e saj në fakt ka qenë e mirë. Është shumë e vështirë, se me fondit që kena, është i papërballueshëm prania e lojtarëve të huaja që në fazën e parë. Por besoj, pavarësisht se nuk është zyrtarizuar akoma, na kena sot një president, besoj, dhe do t'jetë ai që do të vendosin për të ardhmen e ekipit. Unë jam thjesht teknike, edhe do t'isha shumë fatlume nëse të tjerët do më lejonin të bëja vetëm punën time dhe mos të investohesha më tepër. Sukses. Faleminderit. Faleminderit juve.